Unë do marr benzinë, do digjem atje brenda në banesa ime. Jam në gjendje psikologjike të rënduar. Nuk mundem dot më. Do digjemi brenda të na marrin të vdekur. Muzeja Roko nga Pogradeci është një grua pjesë e komunitetit rom, e divorcuar që me sakrificash ka rritur e vetë me një djalë, të cilit shpresonte që të paktën të linte diçka. Një banesë që ajo e kishte trashëgimi nga babai ndjer. Por disa plane të bashkisë për rikonstruksionin e zonës ku ndodhet banesa i kanë shuar këto shpresa. Para një viti në lagjen tonë diskutohej për projektin e restaurimit të lagjes. Dhe del preteksi që shtëpia juaj do të prishet sepse pengon pamjen e shtëpisë së Mitrushkutelit. Këtu do të nisë edhe një betejë kësaj familjeje me Bashkinë e Pogradecit, e cila është dhe zbatuesja e këtij projekti. Kushdo do të donte që shtëpia e Kutelit dhe zona përreth saj të rikonstruktohej, por jo duke cënuar pronën e fqinjve. As vetë shkrimtari i madh nuk do ta pranonte diçka të tillë. Nuk jam kundra nderimit të kësaj figure pogradecare, por jo në kurisë të shtëpisë time. Kjo është një padrejtësi që po më bëhet mua. Unë dhe familja ime jemi njerëz të ndershëm, punëtor, por nuk kemi mundësi financiare dhe nuk kam mish që të bëjnë ndërhyrje në bashki. Mish të vërtet nuk kanë, por askush nuk mund t'i pengojë të kërkojnë të drejtën e tyre. Ne kemi shkuar në bashki, por nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Para një jave, unë dhe mamaja ime kemi shkuar. Na kanë thënë që kryetari i bashkisë nuk ka takime me popullin. Jemi përcjell. Të nesërmen kemi shkuar përsëri e njëjta situatë. Jo vetëm kryetari që nuk i takoi, por urbanistët e Bashkisë së Pogradecit, ndoshta duke shpresuar se do të kishin përballë persona që nuk njohin ligjet, kryen një akt absurd duke cilësuar pronën të shtëpi dhe dyqan, ndërkohë dyqan nuk ekziston fare. Ne jemi në gjendje shumë të rëndë financiare. Mami jeton vetëm me një ndihmë ekonomike dhe palos rroba të përdorura në tregun e qytetit. Unë sot kërkoj të mbrohet e drejta ime e pronës. Pra ju shton se do shembet banesa, nuk ju kanë thënë as se ku do shpënguleni, as çfarë do ndodh me jetën tuaj pas kësaj. Kërkoj që shtëpia ime të mos shembet, të kem edhe unë të drejta të barabarta, pavarësisht se jam rom, kërkoj të drejta të barabarta me pjesëtarët e tjerë të komunitetit të kësaj lagjeje. Të qenit rom në Shqipërinë e 2025-s nuk mund të jetë një arsye diskriminimi, prandaj është detyrë e bashkisë që të gjejë zgjidhje për familjen Roko, por më tepër kur ka një certifikat pronësie. Pra çdo gjë sipas ligjit, pas një shtesë në banesë apo diçka që nuk shkon në letra që familjarët disponojnë. Por kjo korrektesë me ligjet e shtetit nuk ka penguar Bashkinë e Pogradecit të avancojë me projektin për prishjen e shtëpisë, gjë që e ka quar në deklarata ekstreme gruan 48 vjeçare. Unë do marr benzinë, do digjem atje brenda në banesa ime. Jam në gjendje psikologjike të rënduar. Nuk mundem dot më. Vetëm këtë banesë kam gjithçka. Këtë më ka lënë i matë. Do digjemi brenda të na marrin të vdekur. Prona ime është me certifikat pronësie me të gjitha. Jam grua e vetme, jam krye familjare. Kam edhe një vëlla të sëmur të cilin e mbaj unë. Mos vallë në Pogradec është mëkat të jesh rom dhe i varfër? A duhet të shohim një tragjedi që bashkia të tërhiqet pas një vendimi arbitrar ndaj kësaj familjeje? Ndoshta në zyrat e këtij institucioni mund ta marrim një përgjigje, por më tepër që personi që na pret, përveç se nën kryetari i bashkisë, është dhe drejtuesi i projektet rehabilitues të zonës. Jemi përzgjedhur një problem që ka familja Roko, e cila përfshihet në zonën muzeale të qytetit, ku bashkia juaj ka nisur një projekt për rindërtimin e shtëpisë së figurës së shquar Mitrushkuteli. Është një godinë, një kaçe, e cila ndodhet midis dy godinave që janë monument kulturor kategorisë parë dhe shtëpisë muzejit të Mitrushkutelit. Në projekt është parashikuar që kjo gjithë zona të hapet dhe të rehabilitohen. Shumë e qartë, krijimi një zone muzeale në zemër të Pogradecit do të mirëpritej nga i gjithë komuniteti, por kjo nuk do të thotë që të shkelen të drejtat e dikujt që zbaton ligjet një lloj si çdo qytetar. Patjetër që çdo ndërhyrje që do të bëhet, do të ndiqen gjitha procedurat ligjore. Në rastin konkret do të bëhet vlerësimi, familja do të dëmshpërblehet, do të investohet dhe programeve sociale për tu sistemuar apo streuar për godina që mund ketë bashkia nga fondi i strehimit social. Ka që thjesht ishte, po pse nuk ju tha përpara kësaj zonje, e cila e dëshpëruar kërkoi ndihmën e medjave? Përtej kësaj, me apo pa dashje, bashkia ka bërë dhe një gabim, ku thuhet se banesa është ndërtuar në vitin 2000. Kjo është e pavërtet, sepse Gjelatini, babai i ndjeri muzejenës, e ka blerë shtëpi në vitin 1954, ndërsa rikonstruksioni më vonshëm është bërë me shumë korrektesë mbi themelet e vjetra. Por kjo tashmë pak rëndësi ka. Kryesor është kompensimi i familjes për shtëpinë që do të shembet dhe sistemimi i saj në një banesë të re. Ne jemi detyruar të zbatojmë një projekt të miratuar, por absolutisht
nuk do të lëvizin familjen nga banesa, patjetër që do të sistemohet në kushte më të mira se sa ato jetojnë sot. Kur themi do sistemon në kushte më të mira, do programe sociale. Po, shtëpi apo do të jetë bonus qeraje? Mendojmë që ta sistemojmë në një nga ato godina që ka bashkia si fond social të vetit. Kemi fjalën tuaj, ajo familje nuk do ngel në rrugë. Absolutisht jo, nuk është diskutuar asnjëherë ky opsion. Ato do të sistemohen dhe më pas do të vazhdojnë punimet për realizimin e projektit. Por vështirësitë e jetës dhe indiferenca e institucioneve e ka bërë muzein Rokon të mos besoj kollaj. Kërkoj që bashkia të mbaj fjalën dhe mos më mashtroj. Këtë dua, se shumë veta kanë mbetur pa banesë në kokë e pa gjë në kokë. Të më sistemojnë pa të dalë nga shtëpia. Dua të jetë në katër parë, për arsye sepse kam të smurin. Ai të dalë në një krah dhe unë të dal në një krah tjetër. Kërkesë normale një personi të cilit po i shembet investimi një jetë. Patjetër.